Kandidati që u tërheq nga gara e balotazhit për kryetar të Klokotit, Srećko Spasić, është përblyer me pozitë nga qeveria e Serbisë. Spasić u emërua të hënën në krye të ashtu quajturit organi i përkohshëm komunal i komunës së Vitis, ani si kjo strukturë paralele është mbyllur nga autoritetet e Kosovës në fillim të këtij viti. Beogradi deri tash ka refuzuar shuarjen e këtyre strukturave, duke i zhvendosur brenda territorit të Serbisë. Vendimi u mor pak ditë pasi Spasići u largua nga gara dhe u bëri thirrje mbështetësve të tij ta votojnë kundërshtarin nga lista serbe Božidar Dejanović, i cili u zgjodh kryetari i Klokotit, duke e quar në 10 numrin e komunave të fituara nga subjekti që mbështetet nga Beogradi zyrtar. Kjo nuk është hera e parë që rivalët e listës serbe kërcënohen dhe tërhiqen nga gara në momentet e fundit. Njësoj pati vepruar kandidati për kryetar të Leposavićit, Aleksandar Jablanović, në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill 2023. Tërheqjen e pati arsyetuar me, siç pa thënë, mungesën e kushteve të sigurisë për mbajtje të zgjedhjeve. Ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë ishin konfirmuar edhe nga misioni vëzhguesve të Bashkimit Evropian lidhur me zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 9 shkurt. Që prej themelimit e listës serbe si derivat i dialogut të Brukselit me 2013, të gjithë kundërshtarët që guxuan ta sfidojnë atë janë ballafaquar me shantazhe e kërcënime. Në janarin e vitit 2018 ishte vrarë para zyres së tij politikani i njohur serb, lideri i nismës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, Oliver Ivanović.